Keni flok të yndyrshëm, kjo mask do ju lër pa fjalë me efektin e saj. Flokët kërkojnë kujdes, shumë të kujdesshëm dhe të vazhdueshëm. Në këtë video, ne do t'ju rekomandojmë një mask një herë në javë për flokët me yndyrë. Përbërësit që juve do t'ju duen janë një lugë mjalt, një lugë e ujit, një e verdhë veze dhe lëng nga gjysmë limoni. Miksojeni të gjithë këta përbërës së bashku. Më pas, lajini flokët tuaj, aplikojeni maskën dhe pas 15 minutash, flokët tuaj do të jenë përsëri si më parë, pa yndyrë dhe plot me volum. Lajini flokët pas 15 minutave me ujë të vakët dhe me shampo si zakonisht. Pas kësaj, flokët tuaj do të duken shumë herë më të shëndetshëm dhe me shkëlqim, sa që të gjithë me siguri do t'ju kenë zili për flokët që do të keni. Provojeni dhe të befasojeni.